filluam në pjesën e dytë të gatimit, po më parë le të tregojmë produktet e recetës dhe unë shijoj dhe kafen time të ditës. E bëra sot kështu dekafeinato, doja vetëm këtë aromën. Mirë e bëre. Nuk bëjmë dot pa aromën e mirë të mokador, vjen një aromë vërtet e theksuar e kafes, të qetëson edhe që zgjat kjo aroma këtu në kuzhinë, sa nuk di. Tani, ti ke zënë një brum, çfarë do na bësh me këtë brumin? A e di ti, kur është puna që kryen këto flluckat me brumin, çfarë është? Focaccia. Atëherë, për focaccia nuk kam mielin, patjetër, edhe kur themi te mielli, ju e dini shumë mirë. Sa orë ke përpara që ke zënë? Kam 1 orë e gjysmë. 1 orë e gjysmë. Kam 1 orë e gjysmë, po e kam vendosur me maja të butë. Te majaja e butë, unë vendos ujin, pakos fare sheqer, miell, e përzi dhe lë derisa të fillojnë ato flluckat. Si puna këtyre po të mëdha. Atëherë, që tregon që kemi në kohën e duhur. Vjen dhe aktivizohet diku te 15 minuta aktivizohet bëhet shumë mirë. Mielin, ujin e vakët e marr dhe shtoj masën e masës që kam te majaja. E punoj mirë, duhet jetë e butë. Duhet jetë e butë. Më e butë se kjo, më. Shtrojeni në një tavolin ku të ketë miell dhe unë e vendos tani. Aq e mirë duket, kur të hapet, të piqet. E hap, lehtësisht, e gjitha do hapet. Por, patjetër, që derisa Niki të mbaroj dhe kafen, unë më duhen ullint. Po. Ullint e zinj. Ato janë shumë të mirë. Që ta bëjmë me ullinj dhe me rigon. Super. Opa, ja. Shija klasike e focacces, pra nuk duhet të mungojnë ullin, nuk duhet të mungoj rigoni, po duam pastaj edhe rozmarin, se i kemi degët tona të thata. Po që baza kjo është, apo jo? Rigon, ullinj. E hapim deri. Ta lë sërish, sepse do vjen edhe hapet më kollaj. Derisa të kemi të gjithë. Pikërisht. Të masën këtu. Tani ullin kemi pontin e ullin të zinj. Marim të ullin të zinj që i përdorim në... Dhe janë mbi të gjitha dhe pa bërtham, kështu që e kemi shumë më të lehtë për ta konsumuar. Pra, sërish do ta lë që të vi. Derisa ju e shikoni, unë marr shumë rigon. Bëj një shplarje duarsh. Dhe kur të piqet, gjithë ky brum është shumë e butë, e lehtë, mbi të gjitha nuk peshon shumë, që tregon se është fryrja e brumit, është butësia dhe shija, që nuk i gën asnjëherë nga tryeza jon. Do t'i kullojmë pak ullint e zinj pa bërtham ponti që ti vendosim tek focaccia. Rigonin e kemi shtuar. Mos u shqetësoni, se asgjë nuk ngel. Asgjë nuk ngel. Normalisht këtë me pak qep të kuqe, me limon, majdanoz, vaj ulliri është një sallat. Marr ullint dhe ose nga na bosh, i gjys deri tek gjysma, po. Jo i vendos, po i gjys. Këtu. Edhe pak në pjekje, pak që do të qëndroj edhe të tilla. Normalisht që do vi si brum. Derisa të kemi ne atë gjendjen që e shohim vazhdimisht në për reklama. Derisa unë të mbush këtë sipërfaqe të duhur me ullinj. Ose i kam vënë bas me veten që dua t'i harxoj gjitha ullinjt. Pjesën tjetër e bëjmë dhe atë sallatën, që se si s'ka problem. A e s'mi se ke jaku ke qa ulliri tjetër ishte atje, ishte dhe i gjë tjetër e pash. Jeshili. Kur ishim dikur... Sigurisht edhe me ullin jeshil mund përgatitet, po me të zinë sikur ka më shumë sy. Ka më tepër, ka më shumë sy, ka. Ju,
po të doni, gjithmonë them po të doni, që mos jetë kështu e nxirës të rosur, mund t'i fusni në një not pomodori, për shembull. Po do shkonte shumë, me domate pomodorini. Shkon dhe i vjen dalë. Midis hapësirave ku kemi vendosur ullin të zi, vendosim edhe pomodor. Kaq dhe rigonin dhe është super, super mirë. Shikoni tani, si fillojnë, shife? Mudhe, e të shkoj këtu unë. Nëse ju e shihni tani në këtë fazë, pra të vendosjes së ullinve, kur ta pjekim dhe t'i sjellim të pjekur në tryez, ullin do t'jenë mbuluar nga brumi. Ja një thik të vogël, unë o zosa thika kam këtu dhe kur vjen puna për thika nuk i gjej. Kam thika sa të duash. Doja dua të dora jote prandaj. Ndërkohë, do të pyes pak për t'i ndihmuar Anvisat për këtë brumin kaq të mirë që të ka ardhur kaq mirë edhe që duket i butë me një konsistencë të mirë, cilin nga mielrat përdoret për pica? Ola. Ola mund të përdoret. Aman. Ama më se dua ta them, gënjeshu, po është një çik dhe i vërtet. Olën për të gjitha përdorimet, që unë e kam, është save ajo gjë, por edhe për pica, se pica dhe focaccia janë, duhet i njëjti brum. Po pra, prandaj tash. Juve ju ndihmon. Mielli pas të kuqit, pas miellit super, që është miell për pica Ola. Me këtë miell përdorëm për këtë focacce. Edhe pak pomodor, si që thamë, për të thyer ngjyrën, për të bërë atë kontrastin, edhe për t'i dhënë dhe shumë shije, por edhe duket kështu. Po nuk ndalem, tash nuk ndalem unë, tani nuk ndalem dot, se... Edhe një domate tjetër. Gjo, jam e ku jam, të gjitha produktet i kam, a me pak atë renden, që ta bënë super shije. Atë renden e kem brapa. Brapa, okej. Bravo. Të lumë. Kështu si që e ke, më thonë e ke shumë mirë, mos në ngatro. A i di pse? Po, që do t'i... po ti nuk do t'i shtoje, thashtë do t'i shtoje ndo një perime tjetër, po jo pak djathë. Jo, e doj qik djathë, sepse jep atë shien e kripur. E si do mos ato... Ja, për shumë. Nuk do t'i shtojmë speca e gjëra, jo, kur ishim të vegjël, na thoshim prindrit, një për gjyshen, një kafshat për gjyshen, një kafshat për mamin, një kafshat për babin, aty kemi ngelur. Dhe e gri, shumë bukuria dhe një dorë me kaçkavall, rezeni dhe gati për ta pjekur. Besoj se nuk ju zgënjeva lart e regjia, Jo. Jemi në rrugën e dur, kështu siç e ke lënë tani. Zgjë më tepër, ja. Derisa dhe këto ansoret, që të kenë dhe shija. Ka që lash, këto e preva për vete. Goja shkret. Kush da marri copën i pari ose e para pasi të piqet, gjithsesi po ju bëj një përmbledhje të produkteve për fokaccen me ullin të zim, pomodor edhe djath, kaçkavall. Tani, për mielli një duhet gjysmë paketimi të miellit për pica, pra 500 gram miell për pica Ola, 300 ml ujë të vakët, është kusht që uji duhet jetë i vakët. 7 gram maja e thatë, ose nëse përdorni majan e freskët, ju duhet 20 gram. 2 lugë gjelle vaj ulliri. Vazhdojmë me produktet, 1 lugë çaj krip, 1 lugë çaj sheqer, 100 gram ullin të zinj, 1 lugë çaj rigon ose trumz, dhe në vend të asaj kripës së trash për sipërfaqen që është në recetë, vendosni një dorë me kaçkavall të grirë dhe ja shtoni më tepër shijen. Asgjë tjetër nuk do t'i vendosim, thjesht fura tani për procesin termik për t'u pjekur dhe të kemi mundësi që deri ndoshta në fund të arrim ta servirim dhe ta shërbejnë tek ju. E vendosa në temperaturën që kemi vendosur edhe makaronat. Dhe dyja recetat janë duke u përgatitur gjithsesi për ta riparë recetën nga e para, edhe të makaronave, guac të mbushura me ragu, po edhe të focacces, do të klikoni në kanalin tonë në YouTube.
Gjithmonë, aty kemi postuara recetat me mënyrën e përgatitjes. Me emrin Reze Dielli në YouTube dhe na bëni dhe subscribe.